Përshëndetje shenja e binjakëve. Sot do të interpretojmë kartat për javën 12-18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi mbretin e monedhave, mbretëresha e kupave, 2 monedhat dhe temperanca. Energjia juaj personale këtë javë është e balancuar, por kërkon vetdije të qëllimshme. Mbreti i monedhave dhe mbretëresha e kupave tregojnë se ju mbani një përzierje të qëndrueshmërisë praktike dhe butësisë emocionale me mbretëreshën e kupave. Pra është një kombinim i fuqishëm. 2 monedhat sugjeron se ju po balanconi shumë përgjegjësi ose vendime, ndërsa temperanca ju udhëzon të ruani ekuilibrin shpirtëror. Kjo është një javë ku ju duhet të ruani qetësinë dhe të mos veproni të nxituar. Pra mos u përpiqni të mbani gjithçka nën kontroll. Disa gjëra kërkojnë durim, thjesht durim. Kalojmë tek familja ku kemi kalorësi i shkopinjve, 5 shpatat në të kundërt, 10 kupat dhe 3 shpatat. Në familje, kjo fushë përfshin emocione të përziera, kalorësi i shkopinjve sjell ndjenja pasioni dhe lëvizje të shpejta në raportet familjare. Ndonjëherë ato mund të jenë dhe impulsive, por 5 shpatat në të kundërt tregon përpjekje për të shmangur konfliktin ose përpjekje për pajtim. 10 kupat paraqet dëshirën për harmoni, por 3 shpatat zbulon një plag të hapur ose zhgënjim. Pra është e mundur që ju ose dikush në familje të ndjejë dhimbje që nuk është shprehur plotësisht. Keni guximin të flisni hapur, do të thoja unë, sepse plagët shërohen vetëm kur pranohen. Kalojmë te dashuria ku kemi 4 kupat, hierofanti, 7 shpatat dhe 10 monedhat. Në dashuri, kjo javë kërkon kujdes për sa i përket marrëdhënieve romantike. 4 kupat tregon ndjenja të mërzisë ose mosvëmendjeje ndaj një lidhje që mund të ketë nevojë për ushqim emocional. Hierofanti tregon ndikime të forta nga normat sociale, familjare, fetare ose morale, ku ndiheni të detyruar t'i përmbajeni rregullave, detyrimeve ose një mënyre të durtë të menduarit, gjë që kufizon lirinë për të ndjekur ndjenjat. Kjo krijon një konflikt të brendshëm midis dëshirës personale dhe pritshmërive të jashtme. Por 7 shpatat sugjeron se dikush nuk është tërësisht i sinqert. Ekziston një mungesë transparence aty. Pra, në 10 monedhat përfaqëson një lidhje të qëndrueshme që mund të rritet me besim dhe përkushtim, por vetëm nëse sqarojnë ato çështjet e fshehta në dashuri. Kalojmë tek puna, ku kemi mbretëreshën e monedhave, kalorësi i kupave, faqa e shpatave dhe ylli. Fusha profesionale është e favorizuar këtë javë. Mbretëresha e monedhave ju paraqet juve ose një figurë që është e qëndrueshme në jetën tuaj, por mbi të gjitha është dhe e besueshme, shenjë toke do të thoja unë. Kalorësi i kupave tregon një ofertë, mundësi ose mbështetje emocionale në punë. Faqa e shpatave flet për mësim të ri, ndjekje informacioni apo vëzhgim të hollësishëm. Ndërsa ylli jep shpresë, vizion dhe përparim. Ju jeni në një rrugë të ndritur drejt rritjes profesionale, veçanërisht nëse ndiqni intuitën dhe informacionin me zgjuarsi. Kalojmë te prizëm orakull, ku kemi stop. Mesazhi është shumë i drejtë për drejtë. Ndaluni, merrni një hap pas për të reflektuar, por mbi të gjitha të reflektoni para çdo veprimi të rëndësishëm. Kjo mund të jetë si një paralajmërim për të mos nxituar në vendime, sidomos në dashuri apo marrëdhënie personale. Ka diçka që kërkon vëmendje para se të ecni më tej. Paçim.